Live from Tirana në Top Albania Radio. Dhe sërish nga pjesa e dytë e Live from Tirana, 11:11 është ora eksakte në këtë moment. Unë jam Ronaldo Sharka, për t'i xhamë me mua ndodhet kolegu im Danko DJ dhe kemi në studio tashmë psikologen Angela Peza. Mirë se vjen në program e dashur. Komplimenta për veshjen, më pëlqen shumë stili juaj sot, por tema që do të flasim sot në program është shumë e rëndësishme dhe çdo mëngjes më ndodh që kolegëve këtu në Top Radio t'i tregoj se çfarë do flasim sot në Top Radio dhe ishte të gjithë me sy të hapur, sepse do të flasim për një temë që na prek të gjithëve, por ta konsiderosh si problem, ta konsiderosh dhe ta lidhësh me faktin që aty mund të kesh trauma psikologjike, e quajnë si disrespekt ndaj një ceremonie që i përket moralit të shqiptarëve. Dhe për të futur më thellë në temë, pra, do të flasim për traumat që mund të shkaktohen në ceremonitë mortore në Shqipëri, të cilat nga jugu në veri duhet thënë që janë pak të rënda në traditat e vajtimit e gjithçka ndodh aty, por dhe gjithsesi Angela ndodh edhe diçka që përfshihen dhe fëmijët her pas here. Domethënë për shumë tradita që ndodhin aty, se nuk dua të futem në detaje, se është paradite, por e para, jam korrekt kur them që mund të ndodhin trauma psikologjike në ceremonitë mortore të rënda në Shqipëri dhe çfarë janë këto trauma? Për sa i përket ceremonive mortore këtu në Shqipëri, është diçka që duhet folur shumë, edhe duhet ketë shumë emisione për sa i përket edukimit dhe procesit të prindërimit mbi gjitha me fëmijët, duke marrë parasysh që psikika e tyre është shumë e brisht për të marrë informacionin për sa i përket vdekjes dhe ceremonive mortore. Nëse ne do të lidhemi pak me edukimin ton kulturor, ne kemi një folklor shumë të pasur për sa i përket ceremonive mortore, duke filluar që nga xhamat e Malësisë dhe që nga vajet e jugut. Ne për herë të parë i hasim këto me veprën e Marin Barletit, që princi Lek Dugagjini shfaq një sjellje që shkul mjekrën e tij, shkul flokët e tij, godet gjoksin, kur merr vesh që Skënderbeu ka ndruar jetë. Pra, ne për shumë vite funksionua me kanunin e Lek Dugagjini, se kushtetut nuk kishte, dhe ai ishte i vetmi libër që rregullonte të gjithë funksionimin e popullit shqiptar, sepse ai pati më shumë hof si kanun, dhe mbi këtë kishte disa rite të veçanta për sa i përket procesit të vdekjes. Më vonë pastaj u shoqëruan me zakone dhe tradita nga vendi ku ata ishin, por e thash këtë më shumë si një informacion që ne rrjedhim nga një kulturë me një folklor shumë të pasur për sa i përket mënyrës se si ne bëjmë ceremoninë mortore, pra dhe si ne bëjmë vdekjet. Sigurisht mund dali dhe një vend tjetër dhe thotë edhe ne e kemi shumë të pasur, siç mund të jetë ndoshta edhe tragjeditë greke, që Akili bëri po të njëjtën sjellje për shokun e tij, për Patroklin, momentin që ai ndërjet dhe ai bëri këtë dëmtimin e vetes nga dhimbja e madhe, pra nga se vinte kjo, nga padurimi, që ti nuk e duron dot gjithë të dhimbje që një njeri i dashur, një njeri i afër me jote është larguar fizikisht nga kjo botë, dhe ne kemi një sjellje dëmtuese, pra që ose reaguese ndaj kësaj dhimbje të madhe, dhe është shprehur kështu. Më vonë mbeti si traditë, më vonë mbeti si zakon që duhet të ndodhte kështu. Mbeti dhe sot dhe kësaj dite ne kemi njerëz të cilët ose janë pjesë e fisit që quhen vajtues, që vinë dhe qajnë personin i cili ndron jetë, ose kemi njerëz të cilët i paguan për të bërë vajin dhe për të bërë, le të themi, atë xhamën që duhet në momentin kur ndron jetë një njeri. Ndjes që e parashtrova para për çështjen kulturore, sepse në zonën e Mirditës kam intervistuar një zonjë para disa vitesh, e cila paguhej për të vajtuar të vdekurit e tjerë. Pra ishte traditë e zonës ande. Është traditë sepse ende vazhdon. Domethënë në shumë varet nga mentaliteti që ato ende mbajnë gjallë. Shpesh herë edhe me kalimin e viteve janë ngatruar ritet fetare me ritet zakonore të vendasve, pra ku kanë qenë, dhe janë gërshetuar dhe janë transmetuar pastaj tek brezat të tjerë.
se një nga aspektet e ndërtimit të personalitetit tonë dhe të karakterit tonë kush është kultura, vendi ku ne rritemi, vendi ku ne jetojmë. Po në ceremonitë martore shumë gjëra bëhen edhe për moral, sepse kështu e kërkon zakoni, kështu e kërkon rituali, pra edhe nëse dikush i familjes është keq fizikisht, psikologjikisht, ai duhet të jetë aty të bëj vajtimin, sepse fshati do të shoh, njerëzit do të shohin dhe të mos vajtosh siç duhet, është turp në disa zona. Do doja nga ju në mënyrë krejt profesionale të më bëni këtë ndasinë se si të mbrojmë veten, psikologjinë tonë, për të mos i shkaktuar vetes tonë trauma, fizikun ton, nga këto ceremoni që janë të rënda. Edhe nëse tradita nuk janë të rënda, ka një ftohtësi, një akull, një gjendje të akullt në këto momente dhe si të ruajmë veten pra psikologjinë ton duke mos respektuar ose duke qenë në rregull me këto moralet, me këto zakone, të gjitha këto. Por, do më japësh 2 minuta hapësirë marketingu dhe rikthehemi shpejt në program Danko. Direkt pa muzikë, sepse dua ta zgjasim shumë këtë bisedë. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, po flasim për zakonet e rënda të ceremonive martore në Shqipëri, të cilët më pas mund të kthehen në trauma të rënda psikologjike. Angela Peza, psikologe është më ne zonja të zotrinj. Angela, si të respektojmë të vdekurit, se patjetër meritojnë gjithë dinjitetin e mundshëm, kushdo qofshin ato, pa dëmtuar veten psikologjikisht. Domethënë ti i shpjeguam pa në pjesën e parë pa këto zakone të rënda shqiptare që ndonjëherë bën edhe për çështje morale, pra sepse njerëzit shohin, njerëzit dëgjojnë, ai çau dikush mirë vjerën, ai çau e veja mirë burrin e të gjitha me radhë. Më thuaj. Sigurisht që kur largohet dikush nga jeta është e vështirë për gjithë ata që kanë pasur të afërmin e tyre, që kanë pasur familjarët e tyre, meriton një respekt deri në lamtumirën e fundit që ne japim këtij njeriu dhe është shumë e trishtueshme, patjetër se ti je mësuar në përditshmërinë tënde që të rish me këtë njeri dhe papritur gjithë përditshmëria jote do të ndryshojë. Flasim këtu për prindrit, për fëmijët, për motrën, për vllajën, pastaj sigurisht edhe të afërm që mund të jenë të dashur. Si mund të mbrojmë në veten tonë? Që nga lajmi, që nga mënyra se nga mënyra e lajmit. Nëse ti do më lejosh, unë do ta nis pak kur janë më të brisht, janë kur ti je fëmijë, që ti nuk ke një urim mbi vdekjen. Si mund t'i japim neve lajmin një fëmije? Ai fëmijë shikon dhe dëgjon për ralla, shikon dhe ka iden e vdekjes. Flas tu për fëmijët shumë të vegjël, nga mosha 2 deri në 5 vjeç. Si e ka? Po shikon Barbardha helmohet, mbretin e vret shtriga. Pra krijon një koncept të largimit nga kjo jetë. Ujkun te kecat e hedhin tek kazani me ujë të nxehtë, pra ujku nuk ekziston më, ujku vdes. Kështu që ata e dinë që një e keqe largohet. E thon midis përrallës, por nuk dinë që dhe një e mirë mund të largohet nga jeta e tyre. Pra psikologët infantil të fëmijëve kanë metodologjinë e vet se si ja transmetojnë këtë edhe nëpërmjet vizatimeve dhe nëpërmjet historive. Prindrit janë ata të cilët mund të bisedojnë me fëmijën aq sa psikika e fëmijës mban, por gjithmonë duhet të jemi të ndershëm dhe duhet të jemi të sinqertë me fëmijën për atë që ne i transmetojmë. Pra, dikush lind dhe jeton, por mund edhe të ndrojë jetë për atë vdesje. Mënyrën se si ja thot, mund të thot janë shumë të gabuara kur thonë që iku diku tjetër. Ose është lart në qiell. Në një vend tjetër. Mbase lart në qiell duke i personifikuar pak me ëngjit, se ne jemi edhe në periudhë krishtlindjes së vitit të ri, mund ta personifikojnë deri diku që ka një vend të mirë, po ne mund ta shikojmë te ëndrat, po ne e shikojmë nëpërmjet. Po si mund t'ia shpjegojmë pra familje të vegjël që dikush u largua nga kjo jetë? Mosha 2 deri në 5 vjeç thash nëpërmjet duke e paralelizuar me prrallat dhe duke i thënë që nuk do të jetë më me ne, mund të jetë nëpërmjet ëndrave, nëpërmjet kujtimeve, nëpërmjet gjërave të bukura që ne kemi patur me njëri tjetrin, sepse fëmijës kur i thua ka ikur, është larguar, është në një vend tjetër që mund të jetë më mirë, apo diku larg ose kur ti ja fshet të gjithën këtë, fëmia krijon ndjenjë faj dhe thotë është faji im që kjo gjë ndodhi. Ka arsye nga më të ndryshmet. Nëse ka pasur një zëng ose është zëmëruar me personin që ka ndruar jetë, që ka humbur jetën,
Fëmia thot, ndoshta kjo gjë ndodhi për fajin tim, se unë isha i zemëruar, se unë e kisha inat, se unë i bërtita. Pra, ka një marrëdhënie më të gjatë në këtë gjë, në procesin se si e proceson vetë një fëmijë. Kjo nuk ka një recet eksakt, por ka atë që prindi e njeh shumë mirë fëmijën e vet se çfarë. Mosha 5 dhe lart, pastaj ndryshon mënyra e komunikimit. Po ka dhe një zakon tjetër që shumë i rënd ta artikuloj unë tani dhe jo të ndodhi, që fëmijët duhet të puthen të vdekur. Ne kemi të rriturit po dhe fëmijët përfshihen shpesh herë shumë në këto ceremoni martore. Çfarë i shkakton një fëmijë, Angela, dhe kjo është shumë serioze. Parja një trupi që nuk jeton më, ulërimat që ndodhin aty, është temë e rëndë për të bërë, po është shumë edukative dhe ka vlerë, apo edhe kontakti me një trup që nuk jeton më, për mos të futur pastaj në procesin biologjik për element që mund të dëmtojnë shëndetin. Po gjithsesi më thuaj aspektin psikologjik. Kur ndodh një ceremoni martore, shpesh herë tani kemi patur dhe raste që na kanë pyetur në telefon, a duhet të jetë prezent fëmia kur humb jetën gjyshi për shkak ose gjyshja, që përgjithsisht priten sepse ata kanë kaluar një farë moshe dhe mund të pritet që të ndrojnë jetë për arsye të ndryshme. Dhe për fëmijët mund të jetë e vështirë. Të prekësh, të puthësh, nuk të thotë që ne jemi duke respektuar personin që ka humbur jetën. Do të thotë që ti je duke bërë një gjë me dikë që ti nuk e di më nëse ai është aty, ose në një mënyrë më të çuditshme. Pra lamtumira nuk jepet në këtë formë me një puthje. Edhe të rriturit e kanë këtë problematikën për të prekur kufomën, sepse thon pastaj laj duart, e preke ti, po mirë pasi ti shkova atje dhe më prek mua, ndroj rrobat, hiqi, më thënë filloj në tradita dhe në paranoja të tjera të cilat unë nuk duhet t'i futem kësajt për mos u shmangur nga mesazhi që ne duam t'japim sot. Nuk është e shëndetshme që fëmijët të shikojnë gjërat kësaj natyre, sidomos në këto tradita kur bëhet fjalë për këto ritualet e vajeve, për ritualet e gjamave, për ritualet të cilët, sepse fëmia jo vetëm traumatizohet për personin që ka humbur jetën, po traumatizohet dhe kur shikon ato dy figurat e sigurisë që mund të jetë nëna, babai, motra, vllai apo dikush tjetër, që janë përdhet, të shkatruar emocionalisht, që bëjnë këto qarje të mëdha me fjalë, nëse raste shumë i rënd. Po, dhe është një fëmijë që hyn, le të themi, në një dhomë që është e tmerrshme, në një dhomë horrori për të, dhe kjo nuk është e gjitha në ngjyrë të zezë ashtu. Mbetet blok. Kur ne pësojmë një traumë do të thotë kur ne emocionalisht dhe nga ana e mendimeve tona nuk përballojmë dot atë që ne na shfaqet përballë, pra një ngjarje. Nuk do të thotë që patjetër duhet të jetë një katastrofë, tërmeti, aksidenti. Më thënë, ne pësojmë trauma, qoftë marr shkastu, qoftë edhe nga një fjalë e rëndë, qoftë edhe nga një e bërtitur e rëndë. Pra duke u përballur me këtë ngjarje, ku nuk është vetëm personi që ka humbur jetën, por dhe gjithë personat e tjerë që janë të dashur për të dhe janë figura të sigurt që duket sikur kanë humbur kontrollin e tyre, për një fëmijë, për një person është realisht tronditse. Pra, nuk di se çfarë është vdekja, nuk di se çfarë do thotë që të dëshpërohesh në këtë mënyrë dhe nuk e kupton se çfarë ka ndodhur. Angela, sa e njohim ne si popull vdekjen dhe sa e përqafojmë, duket shumë absurde ta thuash sa e përqafojmë, por unë di, edhe në Shqipëri bëhet, po sidomos në vende të zhvilluara të botës perëndimore, që njerëz saktuar të shoqërisë ku marrin vesh që për shembull larg qoftë janë me kancer, fillojnë të takojnë çdo ditë psikologun për të filluar e për të kuptuar e për të përqafuar vdekjen. Domethënë për ta bërë procesin më të lehtë, për ta pranuar dhe për t'ikur më lehtë nga kjo botë. Ne si shoqëri ende e kemi shumë të vështirë të pranojmë largimin e të afërmëve tan. Madje shpesh herë besojmë që nuk ka ndërruar jetë, por ju mund ma shpjegoni mirë se unë që shtypja dhe ndrydhja e emocioneve i rëndon më keq ato dhe një moment do shpërthejnë. Dhe shpërthen në një deviancë të caktuar. Në mënyrë të tmerrshme. Do t'ikim sërish në publicitet dhe do më ndihmosh pastaj, sigurisht gjithmonë për të ardhur në ndihmë dëgjuesve, por dhe atyre që do na ndjekin më pas në të gjitha platformat sociale, si të përballemi më lehtë
pa e vrarë mendjen se ç'thon njerëzit, me humbjen e të afërmëve tanë. Reklama. 11:35 është ora eksakte në këtë moment, është mërkur, data 17 dhjetor në prag festash, edhe Angela po më thoshte diçka shumë interesante përpara se të futeshim në program, se shumë kush mund të mendojë po ky tash në atmosferë festash, ky na flet për vdekjen. Më thatë që pse vdekja mund ndodhi kurdo, nuk e parashikojmë dot kurrë, edhe po, ndodhet dhe gjatë festave dhe shumë njerëz pastaj më korrigjon ose jam gabim, festat nuk I festojnë mos I dikur, pra festat e fundit sepse I lidhin gjithmonë me humbjen e njerëzve të tyre të dashur. Angela, si të përballemi dhe si të përqafojmë më mirë, sepse këto janë ligjet e natyrës, ne nuk dalim dot kundra saj. Domethënë njeriu e di që një ditë do të largoj, nuk jeton çdo ditë me këtë ide se ndryshe do të çmendej, por ne e dim, jemi konscientë dhe mund të ndodhi kujdo dhe kurdo. Vetëm qoftë sa më e largët dhe qoftë me kohë, thonë të para tanë. Si ta përqafojmë më mirë? Si të pajtohemi që të gjithë mund të ndrojnë jetë një ditë dhe si të pranojmë vdekjet? Vdekja është e trishtueshme. Thjesht kur përmend fjalën vdekje dhe ti duhet kalosh gjithë procesin e zis, është shumë e vështirë. Por Freudi ka qenë ai I pari I cili ka thënë dhe ka folur shumë gjatë për tabun e vdekjes. Nuk mërzitet ai që largohet, po mërziten ata që mbeten pas, sepse kanë, le të themi, atë egoizmin e tyre që duan pranë të dashurin. Ne siç I prezantojmë fëmijëve të tjerëve. Është një pyetje shumë e fortë psikologjike që thotë kur dikush ndërron jetën, e qajmë për atë që ndërroi jetën apo për veten se nuk e kemi. Ndjesi, vazhdo. Për veten. Absolutisht për veten, kemi mbase një reflektim më të gjatë nëse jemi të mdenjë dhe themi na vjen keq që kaloj një jetë të vështirë, një jetë me sakrifica, një jetë që mbase nuk e gëzoj shumë dhe për këtë ti ndjen keqardhje për shumë gjëra të tjera që I di njeriu se çfarë ka kaluar I afërmi I tij, patjetër që po. Kështu që nuk është kaq bardhëzi çdo gjë dhe çdo teori që ne konkludojmë apo që shkenca konkludon me studimet e veta dhe me statistikat e veta. Ne themi çfarë është një e përafërt e mundshme. Si mund ta mbrojmë neve veten? Si mund të mbrojmë neve të afërmin ton nëpërmjet këtij procesit që ndodh procesi I zis? Siç flasim për jetën, ne duhet të kemi prezent edhe pjesën e vdekjes. Çdo gjë në këtë botë lind, zhvillohet dhe një fund, një ditë. Ka një fund, një ditë në të gjitha mënyrat e veta. Uroj që fundi për çdo të jetë sa më pak I dhimbshëm dhe mos të jetë nëpërmjet sakrificës. Kështu që ne duhet I gëzohemi dhe këtë edukojmë dhe tek fëmijët tanë, tek të afërmit tanë, të gëzohemi atyre njerëzve për aq kohë sa I kemi, të duam shumë dhe të mos na vi turp për ata që ne kemi, nëpërmjet zemërimit, nëpërmjet komenteve të tjerëve apo nëpërmjet gjërave që të tjerët kanë standarde, po dashuria jote nuk ka pse të ketë standarde dhe ajo që ti ke. Pra sa më shumë ne të flasim nëpërmjet këtyre gjërave, nëpërmjet një filmi që një familje shikon, mund të flasim për procesin edhe të vdekjes, ashtu siç flasim edhe për procese të tjera të shoqërore, kur ka mashtrime, kur ka gënjeshtra, kur ka bullizime, kur ka marrëdhënie toksike. Pra dhe vdekja është një proces I jetës për të cilën duhet folur dhe duhet edukuar. Kjo flitet dhe në shkollë dhe në proceset mësimore është e nevojshme për të folur për këtë gjë. Ajo që unë kam parë më shumë, le të themi, një ceremoni që është pak më e butë, janë ceremonitë që ndodhin në kishë me personin që humbi jetën. Ceremonia në kishë nuk ka këto vajet dhe këto gjamat dhe këto, le të themi, këto ulërim më të mëdha që njerëzit të duken sa më keq edhe nga pamja fizike për të treguar më shumë vuajtjen e tyre. Por është një proces që ti thua largohet nga kjo jetë, shkon mbase pranë Zotit dhe ne e gjejmë në forma të tjera dhe në mënyra të tjera. Pra është një proces lamtumire pak, le të themi, më pak I dhimbshëm edhe pak këto ceremonitë e mëdha dhe gjamat e tjera. Kjo është pozitive. Unë para 2 vitesh jam pyetur a duhet të vi fëmia ishte një djalë 10 vjeç, nëna e tij ndroi jetë nga kanceri I gjirit dhe a duhet të ishte pjesë në ceremoni dhe a duhet I thonin të vërtetën për këtë gjë. Dhe I thash patjetër që po, ju do ta pyesni, a do ti që të marrësh pjesë, do ti që ti themi mamit, mirëpafshim, selam të mirë për herë të fundit.
sepse nuk dua që ti një ditë mbase të rritesh dhe të më thuash pse më gënjeve, pse nuk më more, pse more ti vendim për mua. Pra ne do respektojmë dhe do pranojmë çdo gjë që ti do të zgjedhë. 10 vjeç. 10. Po. Okej. Ne do zgjedhim dhe do respektojmë çdo gjë që ti do ta marrësh si vendim në lidhje me këtë situatë. Dhe ai thoshte ja, ti po nëse fëmia thotë unë jam e mërzitur ose çan, është normale, do ta bëj atë procesin. Mund të thuash dhe ti që edhe unë jam i mërzitur, edhe unë jam i trishtuar, edhe mua më vjen për të qarë ashtu sikurse ty, sepse dhe ai e kupton që emocioni i tij është krejtësisht normal edhe i duhurit nëse ti thua që dhe unë ndihem kështu. Më kupton? Kështu që gjitha kjo është një proces i dhimbshëm, por vjen në një proces më të ngadalë që ai konvertohet në një figurë akoma më shumë sigurie për fëmijën për sa i përket kësaj gjëja. Kështu që kjo mund të jetë mbase një formë për të folur me fëmijët në këtë lloj mënyre. Ndaj ne themi që duhet folur për gjitha ndjenjat, për gjitha mendimet dhe gjithçka tjetër që kemi, që individi të jetë i përgatitur, sepse do vuajnë stresin post-traumatik. Pra, çfarë ndodh me stresin post-traumatik? Të mbetet traumë, ti mund mos flesh për ditë të tëra, ti kujton gjatë gjithë kohës një moment të ceremonisë ose një imazh të ceremonisë, ti mund të kesh fobi për të shkuar në një vdekje, ti mund të krijohet fobia ose ideja që ti mund të jesh i mbyllur në një arkivol, pra ka shumë e shumë gjëra të tjera. Festat janë festa të cilët gëzojnë për njerëzit që ne kemi në jetë. Dhe edhe pse mund të kemi humbur afër festave një njeri të dashur, ai njeriu i dashur duhet mendojnë që nuk do të ishte i kënaqur nëse ato nuk festonin më, nuk qeshnin më dhe nuk e jetonin më jetën, sepse ne kemi një shprehje shumë të bukur këtu në Shqipëri, ka ndrruar jetë, pra mbase ka shkuar në një jetë tjetër. Nuk kemi që ai iku një herë përgjithmonë nga kjo, por ka ndrruar jetë. Po njëkohësisht zgjedhim termin vdiq. Pra, vdekje është më e rëndë kjo se sa ndërroj jetë. Po mbase ky emision shkon dhe tek ata njerëz që thon vdiq, ta ndryshojnë pak termin edhe të thonë ndroj jetë dhe ne mund ta kemi në forma të tjera. Që tek ato fletët lajmëruese, lajmërim vdekjeje. Po është tmerrsisht shumë e rëndë. Po është e vështirë. Por është një domethënë ka disa gjëra këtu që funksionon. Domethënë gra që nuk heqin zyrin për vite me radhë. Sepse lidhet me çështje kulturore, me çështje mentaliteti, me çështje të opinionit publik, me gra që nuk janë rimartuar më, që nuk kanë po kjo është edhe në varësi të traumës që ato kanë pësuar. Përveç forcës zakonore, varet çfarë traume kanë pësuar ato në veten e tyre, sepse ke nëna për shembull që kanë humbur fëmijët, kanë pasur 3 fëmijë, një e kanë humbur, vazhdojnë e shtojnë akoma pjatën e tretë, ushqimin për vite me radhë. Po dëgjoja dje një intervistë të mamas së Bleona Matës, historia shumë e njohur, ishte tek Bjeta Sullo në ftesën 5 dhe po e dëgjoja që thoshte këtë, pra që pas gati janë shumë vite. 16 vite. 16 vite ajo tha që unë ende shtroj një pjatë në tavolinë. E pas ka thënë okay. Domethënë se më kujtoa dhe aty thash që një gjëra që duhet bërë për këta njerëz është që një konsul me psikologen. Ka nevojë për ndihmë, sepse ato mendojnë me veten e tyre që nuk janë nëna të mira nëse nuk e kujtojnë për ditë dhe nuk e shtrojnë atë pjatën. Ndjenja e faj, sepse konvertojnë të gjithën në ndjenjën e faj që nuk mundën ta mbanin në jetë fëmijën e tyre. Po le t'ia themi sot shqiptarëve që një person që ka ndërruar jetë, edhe shumë afër 4 mureve të shtëpisë, po edhe pak pranë mureve të shtëpisë, mund të kujtohet, mund të nderohet, edhe duke mos u lëritur, qoftë në ditën e ceremonisë apo qoftë në vendin ku prehet ndjeri, se ne traditën e ulërimës e vazhdojmë edhe në Varreza. Pra, ne nuk e kemi atë si një proces reflektimi, çmalljeje, kujtimesh. Ne edhe aty e kemi ulërim Angela, le të pranojmë. Pra, edhe fëmijët i çojmë aty dhe nuk ja shpjegojmë, për shembull mbaj mend kur ishte i vogël, më merrnin prindë me vete në Varreza, dhe nuk më shpjegonte askush sepse shumë pa njerëz që ishin aty, pra. Thjesht më ishin më thënë që duhet të shkonin tek vendi ku prej gjyshja. Pra, ti shpjegon shqiptarëve që nuk e nderon askënd mbajtja e zis apo të mos qeshësh apo të mos ndezësh televizorin. Në Shqipëri ka ende njerëz që nuk ndezin televizorin sepse është turp të ndezësh televizorin.
Dhe ke shumë që ndoshta nuk kanë bërë as ceremonitë martesore, sepse mua më ndroi jetë motra ose më ndroi jetë vllai dhe për aq kohë sa ai nuk është në jetë, ne vendosem mos të bëjmë dasma në shtëpi. Pra, ka përkthime të ndryshme sipas dhimbjes së tyre. Unë kam mundësinë për të dhënë një mesazh. Me thënë të drejtën, këtë edukim dhe këtë mesazh që do të jap ma kanë dhënë mua kur unë kam qenë e vogël nga gjyshja, por e kam gjetur në proceset e edukimit psikologjik me fëmijët dhe me njerëz të tjerë. Kur ta kujtosh dikë që është larguar nga jeta, kujtoje sa më bukur, kujtoje duke qeshur, kujtoje duke u dashur dhe kujtoje veprat dhe gjërat më të bukura që ai mund të ketë bërë apo ajo mund të ketë bërë në jetë. Dhe duke mbajtur gjallë me këtë kujtim, i bën qefin dhe atij, po i bën qefin dhe vetes tënde. Pra nuk ka gjë më të mirë që e kishe. Po, që ne të jemi mirënjohës e kishim në jetë, pra sa e kishim. Gjurmë pozitive që ky njeri ka lënë tek ne. Kush nuk do donte ta kishte nënën të përjetshme, kush nuk do donte ta kishte babain të përjetshëm. Por ja që jeta kështu është, jo çdo gjë mund të rrugtojë në rrugën e jetës tonë përgjithmonë. Qartë. Mirë, Angela Peza, psikologe, zonja dhe zotrinj, të falenderoj shumë që ishe në program edhe ishte mendoj dhe besoj, kam bindi që ishte një bisedë e mirë dhe kush ka qenë në makinë tashmë duke na dëgjuar, është ndaluar aty, se është shumë e rëndësishme mënyra se si psikologët kanë qasin për t'i shpjeguar gjërat, se duhet edhe një lloj forme, edhe ju e keni këtë aftësi, ndoshta të lindur, ndoshta të fituar. Për gjitha komplimentet dhe dashurinë që më ke dhënë në këtë prag festash. Falenderoj unë shumë ty dhe të uroj një dhjetor sa më të bukur. Gjithashtu. Mirë, këtu përfundon programi për ditën e sotme. Ju që na kapët nga fundi mund të na rigjeni pas pak çastesh në kanalin tonë zyrtar në YouTube ose mund të na riktheni back në kanalin numër 10 në digital nëpërmjet super teknologjisë digital. Nga Ronaldo Sharka dhe Dango DJ, të mërkur të bukur në vazhdim.